Kosova sot ballafaqohet me një politikë populiste, e cila ka për qëllim përhapjen e urrejtjes, përhapjen e përçarjes në familjet tona, në lagjet tona, në qytetet tona, dhe është tregu edhe në perëndim, ku ka pas një populizëm të theksuar siç është Austria, siç është Greqia, që mekanizmi më i mirë kundër populizmit janë lider të cilët ofrojnë zgjidhje konkrete kundër narracionit që ata e përhapin dhe që të sjellin kompetencë. Unë mendoj që lideri më i mirë që ka mujt me udhëheq Kosovën në këto ditë të errta të populizmit, ku gjithçka është fyrje, ku gjithçka është sharje, ku gjithçka është demonizim. Tani është koha që të vijë një lider si Bedri Hamza, i cili depolarizon shoqërinë, i cili e shëron shoqërinë nga urrejtja e cila na ka kaplu, nga inatet të cilat na kanë kaplu, dhe e udhëheq Kosovën në mënyrë me program konkret për zhvillim ekonomik, për rikthimin e besimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për rikthimin e një komunikimi normal me Perëndimin, për me i adresu shqetësimet të cilat janë reale të qytetarëve të Kosovës. Pra, kashelashat duhet t'i zaventësojmë me vepra. Albin Kurti është sinonim i kashelashave edhe i rimave, duke hyrë në sektor të reperve. Dërsa Bedri Hamza është një lider serioz, i cili ka trashëgimi politike të dëshmuar, gjithçka që ka të bëjë me zhvillimin e Kosovës, dora e tij, mendja e tij ka qenë aty e pranishme. Dhe ky është një fundament mbi të cilin ai do ta ndërtojë strategjinë për transformimin e Kosovës edhe në këtë zgjedhje, duke ofruar zgjidhje për çdo problem dhe duke u munduar që të depolarizojë dhe të përbashkojë qytetarët e Kosovës, sepse Bedri Hamza është po ashtu një figurë e cila nuk është përçarse, ku ish votuesit e lëvizjeve vendose kanë shumë lehtë me votu Bedri Hamzën. Edhe unë besoj që... Si edhe njerë, votuesit e lëvizjeve vendose, po thua kanë shumë lehtë ta votojnë Bedri Hamzën? Patjetër, sepse Bedri Hamza nuk është figurë që ka polarizuar në të kaluarën. Dhe figurat të tilla që janë profesionale, do të thonë që kanë një politikë vizionare, që ofrojnë zgjidhje konkrete për qytetarëve, ata kanë më lehtë me votu, sepse votuesit e lëvizjeve vendose Ridvan tashmë janë lodhë dhe e kanë pa që Albin Kurti nuk din me qeverisë. Nuk din me qeverisë, sepse e matin çdo ditë në jetën e tyre. Çdo ditë ballafaqohen me çmime të larta në sektorin e energjisë. Faturat e energjisë i paguajnë më shtrejt. Faturën në veçshërbim e paguajnë më shtrejt. Kafen e paguajnë më shtrejt. Ujin e paguajnë më shtrejt. Shërbimin mjekësor i paguajnë më shtrejt. Shkollat. Do të thonë, jeta jonë është bërë tepër e shtrejt, sepse ky njeri nuk ka investu për me zgjedh problemet e njerëzve. Ky ka investu që me manipulu mendjet e njerëzve. Është marrë çdo ditë që me i friksu njerëzit përmes luftës, përmes narrativës së luftës. Është mundu me i friksu njerëzit me gjëra të tjera, duke kriju një farë qebe që i mbulon krejt problemet e brendshme. Dhe roli i Bedri Hamzës është këtu, pikërisht kjo, që të heqë këtë perdën e populizmit, të propagandës, të kashelashave dhe rimave, dhe të kthehemi në realitet, sepse realiteti është shumë i zëmt, dhe ne duhet të punojmë 24 orë për me rikthy një pak të dinjitetshme të mjekut, një pak të dinjitetshme të ushtarit FSK-s, një pak të dinjitetshme të policit dhe të mësuesit e të gjithëve. Me rikthy edhe njëherë zhvillimin ekonomik përmes bashkëpunimit normal me bizneset, përmes ofrimit të mbështetjes për bizneset, jo përmes luftës ndaj tyre.